Besimtarët e Krishterë në Shkodër kremtuan festën e Korpit të Krishtit, sakrament në të cilin Jezusi la kujtimin e gjallë të pashkëve të tij, ngjarje qendrore në historinë e njerëzimit. Nga katedralja e Shën Shtjefnit, ku kremtua mesha e shenjtë, besimtarët u udhëhequr nga arqipeshvi i Shkodër Pul, Imzot Giovanni Peragjine, së bashku me klerikët morën pjesë në procesionin solem që vijoi deri në kishën e Shënkollit në lagjin rus. Në fjalën e tij, Imzot Peragjine u ndal tek rëndësia e kësaj feste për jetën e besimtarëve, duke theksuar se duhet të jemi të bindur se Krishti na shoqëron në rrugtimin ton të përditshëm dhe mbetet gjithmonë pranë nesh. Kalimin e Jezusit nëpërmjet rrugëve e qytetit ton nuk është vetëm një shenjë, por është një realitet që është Krishti që qëndron në mes nesh. Është vërtet që kemi qenë ne që kemi shoqëruar Krishti deri këtu, por në të vërtetë do të jemi të bindur që është Krishti që na shoqëron gjithmonë në jetën tonë. Krishti në të vërtetë është me ne. E na shoqëron në çdo situatën e jetës së sonë, në momente të mira, por edhe në momente të vështira. Ai nuk ndërron gjëra të vështira, por bëhet i pranishëm. Ai merr mbi vetë kryqin tonë e na shoqëron, bëhet në të vërtetë Cireneu hynë. Kjo është festa që sot të kemi kremtuar së bashku si kishë, si besimtar. Jo vetëm një traditë, por diçka që do të ngellë gjithmonë në jetën tonë. Përmes këtij procesioni, kisha vë para syve të Zotit vuajtjen e të sëmurëve, vetminë të rinjve dhe plegjve, si dhe lutjen për paqe, shpresë dhe solidaritet në shoqëri. Festa e Korpit të Krishtit mbetet një nga momentet më të rëndësishme të jetës liturgjike, duke bashkuar besimtarët në dëshminë publike të festës së tyre.